Edilja e 4 e ardhmjes është e fundit e kësaj kohë shenjte përgatitore për lindjen e Krishtit, jo ma në shpellën e Betlehemit, jo ma prej Virgjës Mari, por në zemrat tona prej elterit, prej kishës, prej sakramenteve, sidomos sakramentit e Eukaristies, që është sakramenti i dashurisë, dhe prej rrëfimit, që është pastrimi shpirtnor. Kjo edile e ka një karakteristikë të veçantë dhe ne paraqet Shenj Jozefin në dyshim, në luft mes të asaj çka ishte plani i tij dhe plani i Zotit. Plani i tij ishte fejesa dhe martesa me Marien, kurse plani i Zotit ishte nëpërmes Marijës të vinë shëlbuesi për botën mbarë. E Jozefi u gjet para faktit të krym, Maria ishte shtatëzar. Dhe ky si njeri i mirë mendonte mos të jam koriste, mos të jam merrte ftyrën apo emrin e mirë ta lëshon fshehtasi. Në këtë mënyrë i erdhi Zoti në ndihmë dhe i lajmëroi: mos ki frikë Jozef ta merrsh të fejuarën tënde Marien, sepse ajo çka është zënë në te është për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo do të lindë një djalë të ngjitja emri Jezus, që do të jetë shpëtimtari i botës. Ky shembull dhe kjo dëshmi ungjillore sipas Mateut është një përgjigje konkrete edhe për ne. Kurdo që gjendemi në udhkryq, në vështirësi, në dilema, duhet ta kërkojmë ndihmën e Zotit. Dhe Zoti na flet nëpërmes Biblës, nëpërmes ndërgjegjes, nëpërmes kishës, nëpërmes rrethanave të ndryshme. Pra, ta çelim jo vetëm veshin për zemrën, për fjalën e Zotit, dhe të mundohemi atë çka kërkon e pret Zoti prej nesh, ta zbatojmë dhe ta dëshmojmë se e mira jonë e vetëm është plani dhe vullnesa e Zotit. Bëhemi gati për Krishtin që po vjen troket në ndërgjegje, në shpirtin dhe në zemrat tona. Dhe t'ia çelim siç bëri Jozefi, ai e mori Marien në shtëpinë e vet. Ta marrim edhe ne hirin e Zotit, Marien, dhe nëpërmes Marijës Jezusin, domethënë shëlbimin apo shpëtimtar.